në këto momente me Blerimin. Blerim, si duket situata në Gjirokastër, më thuaj në qik, kush gjendet aty, a janë përfaqësuesit politik, gjithashtu në qendrën e votimit ku po qëndron në KZAZ për katse për të monitoruar, për të vëzhguar, gjithë kureshtje kutit që hapen. Atëherë përshëndetje Flori, ashtu siç e kemi përcjell për gjatë gjithë ditës së sotme, tashmë në qarkun e Gjirokastrës ka përfunduar numërimi në 5 KZAZ, pra në 5 bashki të këtij qarku, ku Partia Socialiste kryeson bindshëm. Aktualisht votat vazhdojnë të numërohen në KZAZ-n numër 81 këtu në bashkinë e Gjirokastrës, ku ndodhem aktualisht. Nga 65 kuti që janë në total, nga 65 qendra votimi, tashmë janë numëruar 34 kuti dhe Partia Socialiste kryeson me 5326 vota, kundrejt 2282 votave të Partisë Demokratike. Aktualisht në mjediset e kësaj KZAZ-je vazhdon ende numërimi siç e shikoni. Mund të themi se gjatë paradites ka qenë i pranishëm përfaqësuesi i Partisë Demokratike zoti Tritan Sheu, ndërkohë që për gjatë gjithë ditës ka qenë e pranishme kryetarja e shtabit elektoral dhe përfaqësuesja e Partisë Socialiste për qarkun e Gjirokastrës, Mirela Kumbaro. Aktualisht ajo nuk ndodhet në mjediset e kësaj KZAZ-je. Nuk ka asnjë aty. Ka lëvizur, pa ishte dëshira për ta tentuar për ta sjellë live në emision. Aktualisht ndodhen drejtues dhe përfaqësues të strukturave të pushtetit vendor, ndërkohë që stafi i KZAZ-s vazhdon ende të punojë dhe të kuptohet përfaqësuesit e KZAZ-s edhe grupet e numërimit të votave. Ndërkohë ajo që vlen për të theksuar është se ende numërimi vazhdon edhe në KZAZ-n e Bashkisë Dropull, ku nga 36 kuti janë numëruar 28 të tilla, të cilat kanë në total 1633 vota për Partinë Socialiste dhe 710 vota për Partinë Demokratike. Pra tashmë në të 7 KZAZ të qarkut Gjirokastrës, në të 7 bashkitë e këtij qarku, kryeson bindshëm Partia Socialiste dhe nga mandatet deri tanishme, Partia Socialiste deri në këto minuta, deri në këto momente përfiton 3 përfaqësues në parlament, nga 4 që ka Gjirokastra, dhe Partia Demokratike 1 përfaqësues në parlament, gjithmonë nga 4 përfaqësues që ka qarku i Gjirokastrës. E qartë, nuk ka ndonjë surprizë nga partitë e vogla Blerim në Gjirokastër? Ose nga partitë e reja, nëse do t'i quajmë kështu? Jo, nuk kemi nga partitë e vogla, nuk kanë arritur marzhin e nevojshëm për të përfituar spaku, qoftë edhe spaku për të qenë të konkurrueshme për të nxjerrë një përfaqësues të tyre nga qarku i Gjirokastrës në parlamentin e ardhshëm. E kuptova. Kështu që do të shohim se si do të jetë situata. Blerim, të falenderoj shumë.